Si që kemi thënë shumë shpesh, rajoni ynë prodhon çdo ditë lajme dhe pavarësisht se kjo nuk është gjithmonë pozitive, është paktën dinamike. Sot, për shembull, për herë të parë një president i Slovakisë erdhi në Shqipëri. Nëse nuk do kishim Kosovën dhe mos njohjen e saj prej Slovakisë, pak kush do interesoj se çfarë u tha në atë takim, por do t'ishte presidenti ynë ai që kërkoi Slovakut që ta njohë Kosovën dhe përgjigjja e tij natyrshëm që do të bëjë lajm. Për këto dhe të tjera, ne do të bisedojmë tani me analistin Lulzim Veliu. Zoti Veliu, ju përshëndes, një kënaqësi t'ju kemi në ditarin e Kosovës. Faleminderit, kënaqësia është imja. Ta fillojmë nga lajmi i ditës, zoti Veliu, nga sqarimi që bëri presidenti slovak pas kërkesës që i bëri presidenti ynë Begaj për ta njohur Kosovën. Ai përmendi diçka diplomatike, pra ka një hall diku që se nje, por nga ana tjetër me ose pa dashje ai përmendi veçmas edhe shtetin shqiptar edhe kombin shqiptar. Pra në një farë mënyre e nje, por se nje. Çfarë kuptuam nga ky sqarim i tij? Po, është parë qartë se vendimi i qeverisë slovake apo edhe i presidentit vet ende nuk ka arritur në fazën për të pranuar Kosovën si një shtet pavarur dhe sovran. Mirë, po në këtë drejtim ke pasur lëvizje të dukshme pasi që Slovakia tani më njeh pasaportat e Kosovës dhe qytetarët e Kosovës mund të lëvizin si në çdo vend të Bashkimit Evropian edhe në Republikën Slovake. Mendoj se këtu është bën sikur një marrëveshje në mes të këtyre vendeve që janë anëtarë të Bashkimit Evropian, por që ende nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës dhe unë mendoj se do vijë një moment kur të gjitha këto vende në blok do ta njohin pavarësinë e Kosovës. Mirë, po është më rëndësi të theksohet se angazhimi i shtetit shqiptar është gjithmonë siç ka qenë, pra për ta ndihmuar Kosovën, për të bërë që vendet që nuk e kanë njohur ta njohin dhe në çdo takim dhe në çdo bisedë shihet shumë qartë se sikur presidenti Begaj ashtu edhe kryeministri Rama kanë bërë një presion të tillë apo kanë shtruar çdo herë çështjen e Kosovës dhe është një gjë shumë pozitive dhe duhet që të kihet parasysh kjo e jo në çdo moment, në çdo debat edhe në takimet nga më formalet të mos jetë gjithmonë ajo gjykimi kundër shtetit shqiptar dhe kundër qeverisë e presidentës shqiptare. Pra, këtu dëshmohet edhe një herë pra se shteti shqiptar në çdo takim me vendet tjera temë diskutimi e ka edhe Kosovën. Unë këtë e shoh shumë pozitive, nuk është një gjë që nuk e kam ditur apo po e shohim për herë të parë, mirë po me këtë rast duat që t'ju të heqet vëmendja të gjithëve dhe ta shohin se realiteti është ky. Çështje shumë e rëndësishme është ajo që e kërkoi zoti Begaj, që edhe në rast se Slovakia nuk e merr një vendim për ta njohur Kosovën, duhet të jetë ai vend që të mos pengoj Kosovën në integrimin në strukturat e tjera, pra në organizatat ndërkombëtare apo siç është rasti edhe në Këshillin e Evropës e në shumë organizata të tjera. Ndërkohë që para këtij sqarimi, zoti Pellegrini kishte sqaruar dhe disa marrëveshje në fushën e mbrojtjes mes Shqipërisë dhe Slovakisë, eksaktësisht si ajo që nënshkruan para disa ditësh Kroacia, Shqipëria dhe Kosova. Pra, ose ka gënjur Vučići kur tha se ka gati një aleancë me Hungarinë dhe Slovakinë, ose diçka nuk po sqarohet mirë. Si mendoni sipas jush, çfarë po ndodh me këto lloj aleancash ushtarake në rajon? Po, unë mendoj se aleanca në mes të Kroacisë, Shqipërisë dhe Kosovës ishte ndoshta njëra nga aleancat dhe marrëveshjet më të mira të arritur në periudhën e fundit. Në periudhën kur i gjithë rajoni, jo vetëm rajoni, por mund të themi në kontekst global shihet armatosja e vendeve të ndryshme, ndërsa në rajonin tonë në këtë drejtim prim Serbia, e cila ka blerë armatime nga më të ndryshme dhe vazhdon një gjë të tillë dhe mendoj se kjo aleancë në një farë mënyre i barazbeshon
forcat në rajon dhe pikërisht ishte ajo që e bëri Vučićin të reagoj. Ndërsa pas 2-3 ditësh u folë se Serbia është gati për arritjen e një marrëveshje dhe një aleance me Hungarinë dhe Slovakinë, por një gjë nuk duhet të harrojmë se si Hungaria ashtu dhe Slovakia janë vende anëtare të NATO-s dhe aleancë e vendeve të NATO-s kundër anëtarëve të NATO-s, unë nuk besoj që mund të arrihet dhe betet të shohim të jalon kohës të vërtetohen gjërat e tilla dhe të shohim si do të rrjedhin pasi që Aleanca Kroato-Shqiptare me Kosovën së bashku e ka bërë një ofertë shumë serioze, një ofertë shumë të sinqertë edhe për kundrejt vendeve të tjera të cilat më nuk janë antarësuar ende, pra bëhet fjalë edhe këtu është folur me theks të posaçëm edhe Bullgaria se mund të bëhet pjesë e kësaj aleance, të shohim se si do të rrjedhin ngjarjet. Por unë mendoj se të gjitha këto janë si pasojë e deklaratave të bujshme të presidentit aktual amerikan, ndoshta edhe për largimin e Amerikës apo Shtetet Bashkuara të Amerikës nga Aleanca Veriatlantike. Unë mendoj se kjo do t'i shërbej shumë mirë Kosovës për të përgatitur drejt antarësimit të plot në Aleancën Veriatlantike, aty ku janë edhe Kroacia dhe Shqipëria. Ndërkohë, njohja e Kosovës nga Kenia ishte një tjetër lajm këto ditë, por ama Serbia është tërbuar duke tentuar dhe duke thënë se do të loboj më shumë vendet e tjera afrikane që të kthehet mbrapsht kjo njohje dhe shumë të tjera. Çfarë po bën diplomacia e Kosovës, pyesim zoti Veliu, ndërkohë në këtë moment bosh politik? Për fat të keq, diplomacia e Kosovës si ka futur gjumin qysh para 4 vitesh. Dhe mund të them lirisht se Kosova nuk ka diplomaci. Kemi ministrën e punëve të jashtme e cila gjatë gjithë mandatit të saj është marrur me emrime, me largime të ambasadorëve, konzujve dhe i gjithë aktiviteti i saj është zhvilluar brenda mureve të Ministrisë së Punëve të Jashtme. Për koincidencë, do të kisha thënë vetëm një rast. Që vitin që lan pas, Ministria e Arsimit të Kosovës apo Ministri i Arsimit të Kosovës ka shpenzuar lek më shumë për udhëtime jashtë vendit se Ministria e Diasporës. Këtu mund të them se Kosova është një rast me të vërtetë sui generis. Ministri i Punëve të Jashtme i bën detyrat në shtëpi, ndërsa Ministri i Arsimit që nuk ka asgjë të kërkoj jashtë vendit, ajo e kalon me shpenzimet në rrugtimet e saj jashtë vendit. Ndërsa sa i përket njohjes nga Kenia mund të themi që është një lajm shumë i mirë, një lajm pozitiv, duhet pranuar se është merit e ish presidentit Begjet Paculli, pra ai shfrytëzoi lidhjet e tij private që kishte me ish presidentin, tani president i Kenjes, dhe ka pasur takime të mëhershme pra për të sjellur këtë njohje dhe e solli këtë njohje që pas 5 vitesh, pra kemi 5 vite që Kosova nuk është njohur nga asnjë vend. Njohja e fundit ka qenë nga Izraeli pas takimit që është zhvilluar në shtëpinë e bardhë të presidentit Vučić me ish kryeministrin Abdullah Hoti dhe tani kemi njohjen nga Kenia. Kjo më së miri e dëshmon se Kosova nuk ka diplomaci. Unë uroj që qeveria e ardhshme pa marrë parasysh se nga kushdo udhëhiqet do të jetë nga kryeministri Kurti apo ndonjë tjetër, të kemi kujdes dhe në krye të diplomacisë të nxjerrim njerëz që me të vërtetë e njohin dhe e din atë punë e jo zonën e drejtanishme, zonën Gërvalla, e cila unë jam më së i bindur se nuk e ka kuptuar as detyrën e saj se për çka është emëruar në qeverinë e Republikës së Kosovës. Dhe pikërisht në këto momente Kosova s'ka asnjë qeveri të re të dalë nga zgjedhjet, politika e brendshme është duke bërë llogaritë e saj për përfitime të këtij momenti, por siç e thamë edhe më lart, kjo amulli e gjen Kosovën të dobët, teksa politika ndërkombëtare është duke lëvizur madje me shumë shpejtësi, ndërkohë që politika e brendshme është në vend numro. Çfarë duhet të bëjë Kosova tani në këtë amulli? Por mendoj në momentet geopolitike që gjendemi me tani,
Kosova është në një pozicion shumë të vështirë, në një pozicion shumë të keq, por edhe pas zgjedhjeve numra të cilët nuk e nxorrën një qeveri të njërës apo palës tjetër, kjo e bën edhe më të vështirë, por çka unë mendoj, çka duhet bërë tani Kosova dhe politikanët në Kosovë apo udhëheqësit, liderët e partive politike, është momenti i fundit për një konsenzus, për një marrëveshje, për një qeveri gjithëpërfshirëse, për një qeveri e cila do të jap fund dialogut me Serbinë, se jam më se i sigurt administrata Trump nuk do të lejoj bashkëngritjen e procesit siç ka ndodhur në administratën e ish presidentit Biden, dhe në këtë mënyrë një vendim të tillë, një vendim të madh nuk mund të marrë as ish pozita, mirë po as ish opozita, cila do të qoftë që mund të arrijë të bëj 61 deputet. Në një qeveri me 63 deputet nuk i duhet Kosovës. Sot Kosovës i duhet një qeveri e fuqishme, mundësisht qeveri gjithëpërfshirëse. Apo së paku të kemi dy forcat kryesore, pra një koalicion i madh i cili do të zgjidhte pa problem edhe presidentin që ne e dimë të gjithë se kërkon 80 vota dhe ajo do bëhet pas një viti, pra nuk e kemi luksin për manevrat e tilla, për të humbur kohë, për të zgjedhur një qeveri e cila ende pa marrur mirë detyrën, do të detyrohet të shkarkohet për shkak se nuk do të arrijë ta zgjedhë presidentin. Është momenti i fundit i vëdësimit dhe i lënies anash interesave të ngushta partijake e klanore, por të merren me çështjen kombëtare, me çështjen e Kosovës dhe të bëjmë një qeveri e cila do t'i ndihmojë Kosovës për të dalur nga situata aktuale. E qartë, zoti Veliu, ju falenderoj për analizën tuaj dhe kohën që ndat me ne. Faleminderit, natën e mirë.